ditës së shkollës së mesme profesionale të Meagone me Klinë. Sot shkolla jonë tenton ditën e shkollës që shënon 3 vjetorin e pavarësisë të fajnë nga gjimnazi Lul Brafuçi dhe 2 vjetorin e emërimit me emrin e intelektualit, profesorit, politikanit dhe humanistit akademik të Meagone. Emri i të cilit shkolla jonë do të mbajë me nder dhe krenari. Ndërkaq, e veçanta dhe madhështia e premtimit të ditës së shkollës. Po ashtu sot kemi edhe një moment solemn që e dallon nga premtimet e deri tashme të ditës së shkollës. Këtë ditë e madhështon sidomos zbulimi i pllakës mbi shkruese me portretin e të Meagonit, emrin e të cilit me krenari e mban shkolla jonë. Këtë pllakë, me ndëshkimin e falenderojmë për këtë kontribut të çmueshëm. Ashtu si edhe tërë populli shqiptar që pati një rrugtim të vështirë të zhvillimit dhe mbijetesësh, ashtu edhe shkolla shqipe e në Ekuadër edhe shkolla jonë pati një rrugtim të tillë duke kaluar në sfida dhe zhvillime të rëndësishme. Fola më thanë hesht e kur heshta më thanë fal. Fal e hesht të fal. Në metime dhe mendime, kjo ka qenë gjithë jeta ime. E çfarë mundësëm për ty Kosovë? Ka 100 vjetë që jemi nda, ka 100 vjetë për ty kam qa. Kosovë, ty dhëmbja shpirti tim, trazmore brisyer. Thonë se Kosova ka qenë në djep i shqiptarisë, hajde drejt shkijës thonë. Kosovë qenë këtë djep i Serbisë. E si ka mundësi o Zoti madhe që Kosova të jetë një djep që lidhë 2 binak, në njërën pikë sa më le kërkon liri dhe në tjetrin pingjak. Të na përqoj krushke të mos bëhen 2 veta bashkë. Kosovë, të dhëmbja shpirti tim, trazmore brisyer. Sa herë që njem në pasqyrën time si me sy, mendoj se pak bam për ty. E nuk e di, më duhet vetëm ta pus apo ta pshty. Faleminderit. Zotit, Zolje Sëdije për të merë. Një njohje i ndohet edhe ish drejtorit të shkollës, Hamit Krasniqi. Ish me simdhanësit dhe luftëtarit i lirisë.